Kinematografia shqiptare është në zi. Margarita Xhepa, një nga ikonat shqiptare të filmit dhe teatrit, u nda nga jeta në moshën 91 vjeçare, një ditë pasi festoi ditëlindjen. E lindur në 2 prill të vitit 1934 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi dhe hapat e parë drejt karrierës së saj, aktoria e madhe Margarita Xhepa ka krijuar mbi 150 role në teatr. Veç suksesit me veprat e shumta të dramaturgëve shqiptar, Xhepa ka korrur sukses edhe në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, Vajza e 2 tek Mbreti i Lirë, Dadoja tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret tek Rikardi III e të tjerë. Në vitin 1997 interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Filmi u laureua me çmimin e madh në festivalin ndërkombëtar të filmit mesdhetar në Selanik, ndërsa vetë Margarita Xhepa mori çmimin e nderit. Në vitin 2007 ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës së Çehovit. Krahas teatrit, Xhepa shfaqur në ekranin e filmit me një galeri të larmishme për 32 rolesh. Disa prej personazheve që interpretoi mjeshtërisht janë Zyraka tek Vitet e para, Shano tek Dimri i fundit, Pianisja tek Koncert në vitin 36 dhe Lena tek Tokë për gjakur. E më pas, një djalë dhe një vajzë apasionata, General Gramafoni, Rreth i kujtesës, Vitet e pritjes, e Diela e fundit, I dashur armike e të tjerë. Në majin e vitit 2004 do të rikthehej në skenën e teatrit kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha e harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Margarita Xhepës janë akorduar titujt si artiste e popullit, Nderi Kombit dhe Urdhri i lartë Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ndarjes nga jeta e aktores. Në një postim në rrjetin social, kryeqeverisë shkruan: "Lam të mirë yll." Edhe presidenti Bajram Begaj shpreu ngushëllimet. Me trishtim mësova se Margarita Xhepa, ylli I skenës dhe ekranit shqiptar u shua sot, me interpretimet e saj ku spikati në mishërimin e figurës së gruas dhe veçanërisht të nënës. Margarita Xhepa çoi dritë dhe u bë pjesë e dashur e familjeve shqiptare. Ngushëllimet e mia më të ndjera shkojnë për familjen që sot ju nda nga jeta njeriu I tyre shtrenjtë, për komunitetin e artistëve dhe për mbar shqiptarët që e kanë ndjekur dhe duar trokitur artin e Margarita Xhepës ndër vite. Homazhet në nder të aktores do të mbahen në 4 prill prej orës 10 deri në orën 13 në Hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit.